Mikrofon që tuni nga mura. Ju lutem të jemi gati se po dalin ekipet të tundim flamujt. Të tundim flamure, për arsye filmike, të gjithë të tundim flamujt. Hajde, bravo, bravo. Tundini flamujt, tundini flamujt.
Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi Bojan Filipi I qytetit Lezhës, ku po luhet ndeshja e futbollit në mes ekipit Lezhan Bestivia dhe klubi futboll Qiroka. Është ndeshja e fundit për ekipin Lezhan Bestivia në grupin A dhe ekipi Lezhan kryeson me rezultatin 3-0. Dy gola në pjesën e parë dhe një sa po shënuar për para pak momentesh, tash sulmi është për skuadrën e Shirokës. Janë momentet e fundit të takimit. Jam votë kemi bërë këtë lidhje në këto momente për të tjellë me pas edhe atmosferën festive që do të përthivet, do të jetë prezent në fushën e gjelbërt të stadiumit Bestivia dhe është mbyllur ndeshja, të nderuar shikues. Ekipi Lezhan Bestivia fiton me rezultatin 3-0. Në një projekt ambicios, një projekt afatgjatë, në vetëm për kualifikimin në kategorinë e parë, projekti vazhdon edhe me tej për të ambicios.
vitin e kanë të Shqipja e me patrullin e parë me operativa të bëjumar pretendimet të katimit e superiore. Astikojte të momente për plafohen e presidenti dhe zëvëll presidenti pa me djallë që i fuqa dhe kredo fuqa drekutin drejtor dhe klubit stafi klubit fesiva po edhe i poshtë të ndryshin dhe zjanë. Presidenta di Silvia, il presidente in punta, sono plantare di del presidente in Claudio Punta, che passa in due sultan e tutti che Silvia. Si pozit tashmë kanë ndërthyer dhe kanë pushuar e vitin e tërë. Festa vazhdon, shikojmë drejtorin sportiv Renato Malota, një nga emrat e shqiptatur të futbollit në gjanë vite, është rikthyer ndej për ta rikthyer ndej besmirjen dhe elitën e futbollit shqiptar dhe ja ka repetimin dhe vetëm hapi i parë i besmirjes, sepse në gjanë kanë korekt atë gjatë për të finuar edhe në tejë, trajneri që besirjes e gjithë plejë, ai që ka diriguar besirjes në gjithë të sezon për edhe nga stafi në të rritës të besirori vazhdo festa për kafime. Ja shikojmë edhe një përkafim mes Antonio Marco dhe Renato Malota, që dy miqtë të mirë në vite që kanë kaluar një karrierë të gjatë, jo vetëm tek Shqipëria, por tek Dinamo dhe tek Vllaznia. Antonio Marco, i futbollisti vazhdues i Dinamos, i Teutës, i Kyrkësit, por edhe disa skuadrave në futbollin kosovar, erdhi si përforcim tek Besmirja Lezhës për të kontribuar. Jave Michelin Marini, që sportdashës i pasionuar dhe kontribues të skuadra Leziane Besmirja. Ne të bëjmë të jemi prezente në këto momente për të vijuar përcjelljen e entuziazmit të festimit në stadionin Besmirja.